Do të ndalesh ke incidentin në Ndeceve, mbyllë këtë, dalim ke incidentin në Ndeceve, pastaj do diskutojmë pak për librin që keni botuar në Francë, që keni botuar vetëm frëngjisht dhe jo shqip. Pastaj do të flasim për njeriu që krijoi balonat që quhet Zamir Mani. I bëjmë dot për 10 minuta këtë. Po t'japim 15. Hajde, po t'japim 20. Po t'jap 20. Do të flasim për balonat, pra njeriu që krijoi që ishte një gjë perëndimore në atë kohë dhe nuk e di se si u fut se i ke futur balonat 83-shën dhe ishte një bukuri e madhe ajo ditë, dhe megjithëse ka dhe shumë tjerë që i marrin për që kanë kriju festën e balonave, s'po përmendim emra, ti i di më mirë, që ti i ke marrë si punëtor dhe ata thonë kemi bën e balonat. Dhe do të flasim pastaj pak për qendrën, për qendrën e shqiptaro-franceze, kulturës shqiptare-franceze që ju keni hapur në Paris. Tani, të treja këto organizoi vetë... Pak dua ta mbyll një herë me flotën që ta mbyllim. Të gjithë ata që duhet shkruajnë për flotën, duhet të kenë qartë që marrëveshjet thonë të gjithë efektivat që kanë sjellë anijet me mbritjen e Shqipërisë janë në statusin e instruktorit. Nuk janë të tjetër gjë. Thot marrëveshja. Të gjitha anijet që mbrin Shqipëri janë pronë e shtetit shqiptar. Asnjë anije nuk lëviz në bazën detare luftarake dhe blorës pa urdhën e komandës shqiptare. Këto janë të shkruar në marrëveshje. Trillet artistike kanë ndikuar shumë në trajtimin e... Trillet artistike keni fjalën për librin Dimri i Madh apo për filmin Ball për Ball? Në filmin Ball për Ball. Se këto janë trillet artistike. Në filmin duhet të flas shumë për këtë gjë, kështu që e lëm për herë tjetër. Është interesante, duhet flasim për këtë. E lëm për herë tjetër. Okej. Domethënë, çdo gjë duhet bërë sipas marrëveshje. Pa lexuar marrëveshjet, nuk lëvizte asnjë në Ndece. Pa urdhën e komandës shqiptare. Tash këto nuk i thot Zamiri si djali kundër admiralit. Unë i kam lexuar, siç mund të lexonte çdo kush në Shqipëri në vitet 70 dokumentat kryesore të shtetit dhe qeverisë shqiptare, të botuara. Janë të botuara. Është pasioni juaj për marinën, është sikur të jeni ushtarak. Mos leximi i tyre, mund ta trillojë historinë si të doj vet. Nuk ka pas komandë përbashkët në Shqipëri. Nuk ka pas, sepse edhe në libër dhe në film shkruhet komande përbashkët. Nuk ka pasur asnjëherë traktat të Varshavës në Shqipëri.